Në një kohë kur vendi po përballet me një situatë e rënduar për shkak të zjarreve, drejtori i përgjithshëm i shërbimit zjarfikës Arben Cara ka dhënë dorëheqjen. Siç raportohet, Cara ka paraqitur dorëheqjen dhe është firmosur edhe urdhri për largimin e tij nga detyra. Arsyet e dorëheqjes së Arben Carës në këtë moment të situatës së vështirë me zjarret në disa zona të vendit ende nuk janë bërë të ditura. Cara drejtonte shërbimin zjarfikës, strukturë e cila është angazhuar në operacionet për përballimin dhe shuarjen e vatrave të zjarrit në të gjithë vendin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.